Miq të Piskut, ju përshëndesim. Jemi me mikun tuaj, mikun ton dhe mikun tim Aleksin. Sot kemi dalë në natyrë, jemi tek parku artificial i Tiranës. Gjë e më e rëndësishme, mushkëria e kryeqytetit, kryemetropolit, ku siç e shihni ka shumë njerëz që vinë, kalojnë ditën e tyre dhe shohin si në formë relaksi, por dhe si gjë shumë të rëndësishme të shëndetit tyre, pasi është vetmja zonë që ka mbetur pak gjelbërim ku dita ditës her pas here po dëmtohet dhe po privatizohet dhe po shkatrohet. Aleksi është nga ata djem, nga ata njerëz, nga ata qytetar që është rritur prej 11 vitesh, Aleks. 11 vite që është ndëruar i rritur në zonën e liçenit. Kjo që shikoni këtu që quhet liçeni artificial, deri në moshën 11 vjeç që kam eksploruar gjitha këto vende këtu, jam ekspert i liçenit. Madje kam mësuar edhe notin, më sa po më thoshte edhe në bisedë që po konsumonim një kafe këtu pranë liçenit, ku e shijuam maksimum dhe është realisht është diçka që duhet ta bëni gjithë, jo se po bëjmë diçka që është jashtë asaj normale dhe është e jashtëzakonshme, por është diçka krejt ndryshe nga ajo rutina e përditshme, e zhurmshme, monotone e jetës tonë, kudo ku ushtrojmë aktivitetin dhe jetën. Aleks, unë do kisha shumë dëshirë të dija se në çfarë vite bëhet fjalë që ti ke jetuar në këtë zonë, në zonën e liçenit, dhe jam shumë kurioztar që të rikthehemi pak në kohë, le të bëjmë pak atë formën nostalgjike se si ka qenë ajo periudha, edhe çfarë vitesh bëhet fjalë. Bëhet fjalë për vitet në 82 kam lindur unë. Dhe kur lindë atëherë që një javë kam ardhur këtu dhe më nxirrte mamaja këtu, poshtë diellit, me ajrin e pastër të dikurshëm. Domethënë, imagjino, një javë e kam qenë pjesë e këtij ambienti këtu që quhet liçeni artificial. Edhe këtu mësova dhe notin fillimisht, edhe kjo notin këtu ke liçeni. Po, kjo diga këtu shërbente për trampolino, për Kjo diga këtu pra, kjo ka shërbyer si trampolin për ju? Po, merrshim rrugë që nga rruga atje dhe hiteshim me kokë anej. Ka qenë është i thellë liçeni këtu, Aleksia, jam shumë kurioztar se kur e sheh në këtë lloj gjendje, në këtë formë, në këtë ngjyrë që ka dhe ujin e ndodhur, ta shohin edhe njerëzit që me këtë ujin që është këtu pra si ndodhur, si ujë i ndenjur me duket që nuk është ujë normal për t'u larë. A mund të larë sot në këtë gjendje si është? Jo, sot s'bëhet fjala, ka qenë komplet ndryshe dikur kjo, por nuk ishte kjo që është sot. Nuk është i përshtatshëm kjo. Aty tani zëna i Ka qenë më i pastër, ka qenë më i pastër? Ka qenë shumë herë më i pastër. Shumë herë më i pastër. Kishte një rabajt kështu por natyrale, jo si kjo që është tani. Aty po ta afrohesh tani do beso se do vinë mira fekale, se me sa mora vesh bën edhe shkarkime këtu. Ujërave të zeza. Shkarkohen ujërat e zeza. Po, të këtyre pallateve që kanë ndërtuar atje te ajo zona që quhet liçeni i thatë. Po, ato pallate kanë ekzistuar në të kohë kur ti ke jetuar këtu? Kanë qenë kodra të pastra vetëm gjelbrim kanë qenë ajo. Tani është mbi populluar. Po ta shohësh atje, edhe shërbejnë që se ku do i bëjnë ato zbrazet, detyrimisht do i bëjnë te kjo që quhet uji i liçenit. Edhe si më thuash tani, si mund të futesh tani të bësh banjë tani aty, s'bëhet fjalë. Igua i muhabet. Tani kam realisht unë s'kam parë, për sa kohë që jetoj në Tiranë këtu, nuk është se kam parë njerëz që shumë të rrallë dhe madje kanë njerëz që habiten kur shohin njerëz që lahen, notojnë në ujin e liçenit. Nuk e di se i marrin guximin tani ata, pa i marrë parasysh se ç'a mund të ketë aty brenda, se tani atje është llumë. Unë mbaj mend që atëherë kur laheshim neve dukesh pothuajse edhe fundi i ujit. E shikosh. Pra shije këmbët. I shikoj këmbët pastër fare, po. Tani ka ndryshuar komplet. Tani nuk është më ajo që ka qenë. Ka ndryshuar gjithçka. Edhe ajo aty ka prishur komplet pamjen e asaj që neve qeshim këtu. Për pjesën e liçenit thatë po thua, për pjesën atje. Po. Është mbush të gjitha ato faqet e kodrave atje, ato kanë qenë. Ajo kanë qenë faqe kodra, kanë qenë gjelbrim, kanë qenë me pemë me gjitha. Vetëm pemë jeshillë ka qenë atje. Tani po shikojmë që ka vendosur disa vinça atje dhe po bën ndërtesa të reja, se mjafton vetëm ato që janë tani. Mirë, kjo tregon që njerëzit e duan të bukurën, e duan natyrën dhe afrohen sa më pranë saj. Po, e duan të bukurën, po duke abuzuar edhe me bukurinë, aman. Sepse ajo duhet të ishte diçka e paprekur. Nuk duhet preket, pra, okay, shijoje, duhet ketë normalisht ka dhe rregullator, ka pika, nene, ligje që e thonë dhe nga ana ekspertëve, njerëzve që studiojnë këtë fushë, që thonë që
deri këtu është ai caku, pra ka i lloj kornize që ne na lejohet të afrohemi. Ajo Dhe është. nuk duhet shkojmë më për te asaj. Por nuk Se pysim më dëmtohet. për caqet tashmë, sepse është ajo që gjithmonë e kam pasur frikë, që mjafton të mos vëri syrin në një nga këta peshkaqenet, nga këta të pangopurit, edhe fillojnë e ndërtojnë, fillojnë e mbin pastaj si kërpulla pallate atje dhe prishet gjithçka. Për shkak të pangopurisë së tyre, babzis. Më thuj pak si ka qenë atëherë, si ka qenë, si organizoheshin, si ka qenë fëmijëria, si kanë qenë ato fëmijët kur mblidheshit, kur bëheshit, që vini duke liqeni, Do e qoja që ajo ishte periudha e pafajësisë. pafajësi. Aty ishte domethënë diçka e komplet natyrale, siç ishte natyrë komplet gjelbërim këtu, ashtu ishim dhe në atë moshë. Nuk mendoshim djallëzira, gjëra siç janë bërë sot ku t'ia fusim njëri tjetrit. Aty mblidheshim, luanim, madje ajo disheza e madhe aty kishim bërë dhe ato karrocat me guzhënjeta, zbrisim që andej. Sa bukur, koha e karroca dhe guzhineta, kush e mban mend, kush e ka përjetuar, ka qenë një kohë fantastike. I bënim vetë, çdo gjë me duart tonë e bënim, llastiqet e famshme. Gjë me llastike. Ka Ato- pas edhe zogj atëherë, këtu s'ka zogj më tani. E vrisim dhe zogj dhe tani jam bo pishman që e bëshim atë gjë. Po mirë, okay, fëmijë, nuk është se ne paksoshim atë, le të themi, Dëmi gjë si ku po bëhesh. Po, Kupton edhe ishim kështu domethënë në një lloj harmonie, tamam fëmijë. Fëmijë që çdo gjë e bëshim me duart tona, argëtimet i mendoshim vetë se si do luanim, kurse sot i kanë çdo gjë gati. Ken tabletin, ke kompjuterat, gjonat, i kanë bërë 20 robota. tani kjo Alex mos ndoshta ka lidhje edhe me këtë se çka po ndodh sot për shkak që po dëmtohet aq shumë parku i liçeni vetë, gjithë ky ambienti këtu që është në interes të masës, të njerëzve që jetojnë në Tiranë dhe jo vetëm. Që ndoshta këto elementet e tjera si shteti tableti, kjo jeta e re që po bëjmë sot, që ndoshta ne nuk e prekim liçenin, që të vim bëjmë karrocë me kuzhineta ose të luajmë këtu, të argëtohemi këtu, ta kemi pjesë tonë, të kujdesemi për të. Mos ndoshta kjo jeta e re po na bën ne që të jemi sa më shumë indiferent dhe të mos na bëj përshtypje kur ndodh diçka dhe të cënohet kjo hapësirë publike. Sigurisht. Këto gjërat e reja që futen janë për të na larguar sa më shumë nga ajo që quhet e natyrshme. Të na nxjerrin nga ajo jeta e bukur dhe të na kalojnë në disa gjëra që ti mos mendosh më, mos të aktivizohesh më siç bëshim ne që aktivizoheshim dikur. Çdo gjë ta kesh gati, ta kesh shpejt, ti je kufizur te ajo kutia jote që quhet ajo dhoma jote aty dhe çdo lëvizje ta bësh andej. Mos të darësh në natyrë, mos të ne dikur kur luanim ne Ti je coptoheshim. lirë brenda Qelisburgut që kanë ndërtuar ata. Po. Vetë sistemi. E kanë bërë enka se gjë dhe erdhi aq gradualisht. Kjo epoka e re. Po, erdhi aq gradualisht sa nuk u kuptua ky ndryshimi, se nuk e bën me një herë atë se do binte në Po, sy. normalisht. Po. Erdhi gradualisht tamam si ajo teoria sa të bretkosës në tenxhere që ja hedha te ujin e nxehtë avash avash që mos kërcej ti dhe jashtë. Këtë gjë kanë bërë tani këtu. Këto dekadat që kaloi demokracia e tutje. Ne atëre e dinim ç'a ishte domethënë ajo loja e bukur. I ndërtonin vet, madje dhe sakatoheshim, vriteshim, na kishim gjakra nëpër gjujë, nëpër duar, po ajo na bënte mirë, na kaliste. Na kaliste, na Ose kur forconte. vite plaka, na rrinte plaka, kur vishim Po. dashim ke liçeni për shembull. Ku kthesha unë atje, më bëshi gërvishët e lëkura, mbesa ajo pjesa Se ti the nuk jam larë në liçen, por ndërkohë kishte forma taktika të ndryshme që ta provonte që ti ke qenë. Po, je larë. tani detyroheshim gënjeshim aty që sishim te liçeni se e konsideroheshim kështu rrezik. Se kishim dëgjuar që vishin këta ushtarët e gardës atje dhe ka paska ca gropa thithse thoshin. Do puseta thithse. Po, që zakonisht janë nëpër liçene dhe rezervuare. Asnjë nga shoqënia jone nuk ose pasoi ndonjë gjë të tillë, por nuk e di, ai Ka është pas e legjendë. dëgjuar ti, ke dëgjuar rasti që të jetë mbytur dikush këtu te liçeni? Kam dëgjuar, po nuk e di a janë të vërtetë tani ato. Akoma se kanë vërtetuar. Po ndoshta mos ka qenë vetë fabula ose sajesa të vetë sistemit që mos futeshin dhe të largoheshin sa më shumë njerëzit dhe të përballen me atë që po ndodh sot. Që ti largonin nga kjo, mos ta bëjnë që ti ishe pjesë e tyre. Që nisi që atëherë thotë gradualisht, ë? Mendoj, nuk e di. Po jo, ky ishte thjesht meraku i prindërve ishte kjo. Edhe sapo vërtetoshin që vërtet ishim lart e liçeni,
kur vjen ai zek mrapsht aty ptau. Aty pastaj mendoj të shkoj prap. Pak më lart ceke pak atë ndjes, ceke pjesën e peshkaqenve. Në atë kohën, pra në 82-shin, ndoshta edhe më herët, edhe më pas deri Siç e kanë bërë peshkaqen ato, siç e kanë bërë peshkaqen gjithë tani. Për këtë panorama kaq bukur. Kjo është e bukur tash. Po, shumë e bukur është, kompleks me ca piramide në gjysmë, se kjo kujton dhe atë kullën e Babelit, këtë formë ka. Që u la për gjysmë pastaj se deshin me arrit njerëzit deri në qell. Po mirë, këtu, okay, duhen edhe disa kulla, kështu që të krijohet lloj hije, lloj që normalisht gjatë ditës për shembull bie edhe dielli. Kur vjen dielli pingul, pastaj të bien kokë, normalisht duhen edhe kullat që të e kanë bërë për mirën tonë thua ti, edhe kjo pjesë, ëh? Unë kështu mendoj. Se gjithmonë për mirën tonë mendon ata. Unë do të qëndroj pak tek ajo që thënë pak më parë për sa i përket peshkaqenve, pra në atë kohë, në 82-shin edhe pak më vonë ose edhe më herët. Thej që ka qenë natyra për njerëzit dhe njerëzit ishin për natyrën. Po. Ku kanë qenë do peshkaqenët që sot janë që kanë uzurpuar, kanë bërë këtë, po bëjnë tjerë. Ato dolën jashtë. Janë afruar sa më shumë pra liçenit, duke dëmtuar. Ato nuk ishin këtu në ato periudhë. Ato kishin shkuar jashtë, merreshin me biznese të vogla. Në kalimin e kohës ato biznese filluan të u rritur, duke i zhvilluar, se atëherë ishte edhe periudha që paraja kishte vlerë. Nuk është si sot tani që edhe leku jo e ka kaluar euron. Po. Edhe nisën me çumxhakiza, nisën me gjyslyke, me gjëra të tilla, edhe arritën pastaj në një nivel që saqë filluan duke hapur dhe biznese këtu në vendin tonë, u kthyen në një kohë caktuar. Pra filluan të ngriheshin. Po ngriheshin ata. Sa më shumë të ngrihesh, aq më shumë shkëputesh nga realiteti dhe nga natyra. Po sa më shumë ngrihen këto gradacela, atë më shumë largohesh nga toka. Janë ajër tani ata, janë duke mbledhur më shumë. Edhe do të thotë, ata nuk është se u ngopën me aq sa mblodhen atje, po filluan duke u zgjeruar gjithmonë më shumë. Sepse ai që ka pushtet, çka kërkon? Që të ketë më shumë akoma pushtet. Ai që ka para, kërkon të ketë akoma më shumë para. Egoja. Egoja normal, ajo është baza e gjithë këqijave. Edhe para dashja është rënja e gjitha këqijave. Po u kushtove asaj dhe ty ke humbur gjitha ato gjëra që ty të bën njeri, të bën ty të natyrshëm. Bëj skllavi paras, edhe këta tani gjenden në një cikël vicioz quhet, që vetëm mbledhin, po e keqja është, ata mund të mbledhin është drejt aty të bëjnë çfarë duan. Po e keqja është që të mbledhësh para, i bie që të shkelesh mbi disa të drejta, të shkelesh mbi njerëzit. Pra, në mos drejtat e tua, por shkelen të drejtat e të tjerëve, pra në interesin e tjerëve. I futesh edhe të tjerëve në hapësirë, i cënon. Po patjetër, si është cënuar, ke rreth e përqark, është cënuar kjo, çfarë është kjo? Alex, ne po shohim tani teksa po ecim, po vim përqark liçenit, në të shëtitjen dhe të bisedë që po bëjmë, shohim që ka shumë njerëz të moshave të ndryshme, të kategorive të ndryshme, target grupeve të ndryshme, dhe vinë e frekuentojnë liçenin. Po. Si ka qenë atë kohë? Ka pas më shumë frekuentim liçen, ka pas më shumë njerëz se sa sot? Po sigurisht ka pas më shumë. Po sa vinin pastaj dhe largoheshin. Nuk është se po fillon po shkoputeshin domethënë nga ajo ajri i pastër, ajo gjelbërimi i gjërave. Fillon duke na përqendruar ato kutit, ato pallatet. Kjo nuk është se qelit. Që edhe qelit mund të quhesh burgjet bashkëkohore, moderne që unë ato sot. Po prap vazhdon, frekuentohet, domethënë liçeni nuk është se do largojnë, vetëm po e betonon komplet, që atje po shkon. Drejt asaj rruge po shkon, ëh? Po, sepse kodrat i mbushin me beton. Po, s'kan ku të shkojnë tjetër, do vinë liçen pastaj. Tani kanë zbritur aty poshtë nëpër brigjet e liçenit, nuk e di, kanë preca pem atje. Po ndortojnë dhe një skenë duket, do bëj party noisy aty duket. Do bëhet, po organizohet një party, organizohet një koncert. Po, edhe me sa kam dëgjuar atje, po kanë shkullur, kanë prerë dhe disa pemë që të kenë atë terrenin e përshtatshëm, aty që të ndërtohet skena ku do këndoj ai artisti i famshëm i Edi Ramës, do bëj një spektakël muzikor atje, spektakël. Hajde më nesër, ata kanë djegës dhe ai çfarë të bësh. Dhe nëse kanë arritur deri aty sa të presin pemë, ajo pastaj nuk është shenjë mirë, sepse aty tregon që aty po vendosin këmbë, siç kanë vendosur në këto faqet e këtyre kodrave. Që do të thotë që ka mundësi të fillojnë të bëjnë ndërtime dhe aty. Po. Edhe po u bë dhe ajo aty pastaj, aty ç'a të themi pastaj?
Aty s'ka për të ngelur nesër pas se liçen. Për 3-4 vjet domethënë atyre as liçenci do frekuentohet më. Po pse është në këtë formë? Pra e ka treguar historia që edhe në vende të tjera ose në hapësira të tjera, qoftë ke liçeni, qoftë edhe në vende të ndryshme ose qytete të ndryshme, edhe në zonën bregdetare ka ndodhur po njëjta praktikë thua? Po, Pra ku bazohesh nga kjo që me ato që po bëhet një koncert atje, një organizim kulturor, le të themi, i pjesës muzikës, dhe ti e gjykon që nesër aty do të bëhet ndoshta një pallat, një shumë katësh ose një grattaciel. Po, është një logjikë thjesht fare të çon, sepse ai po të doj, nëse do që ti bëj reklama atit bulldogut vet, ka hapësira sa të duash në qendër. Mund kishte përdorur qendrën që kemi përpara i Gjesh Kastriotit atje që e përdorin gjithmonë atë e kanë bërë. E kanë kthyer në magazin, e rrethojnë, e mbulojnë, e ndërtojnë, e prishin, ja tani po e prishin, se marrun ato me europianët. Po. Edhe për të jeni kundër, ëh? Po sigurisht jam kundër valla. Po kjo ndodhja, imagjino, kjo ndodhja, si është këtë? Ja më shive si është. Llum i zi. Edhe breshka me zirrin aty. Shi edhe breshka se si po mbijeton, ja, u zhyt. Iku, u zhduk. Ja, shive nuk duket fare. Nuk duket breshka, po. Pak lëvizi për poshtë nuk duket. Atëherë u dukte deri poshtë ajo balta. A që si ka këtë ngjyrë, si është veshur, veshur ky betoni këtu. Po tash është veshur. Po. Nga pislliku pra? Breshka tjetër di pas ngordhur më duket. Ja po jep shpirt ajo. Është nga fundi, po i lëviz vetëm njëra këmbë asaj. Kush e di sa janë aty që kanë rënë poshtë fare, që s'po lëvizin më. Plera, po. Kupton se kanë. Nuk rrim më këtu, jo, nuk rrim më këtu. Dhe shes liçenin, ta shesim. Atë janë duke bërë, burr, atë janë duke bërë. Çdo qeveri që vjen në pushtet këtu automatikisht mendon se ky vend është pronë e tij. Edhe fillon e bën ndërhyrje, bën çfarë do doj, se thot kush do reagoj, kush do më pengoj. Të gjitha pushtetet i kam në dorë. Nuk kam as shoqëri civile, as gjykata që të mbrojë. Përveç shoqëri civile, po s'ka njerëz qytetar të thjeshtë që thotë mendim tim si është shem apo? Si është këtë që po ndodh? Po, ja, për shembull, ti po bën një punë shumë të vyer me këtë që bën, i jep mundësinë atyreve që i jep mundësi që ata të thonë shqetësimet e tyre. Ato sapo i afrohesh, i fusin vrapin, ulin dhe kokën kështu se mpan thot. Edhe kupton? Ose i kanë gjërat në vaj, ose janë figur komplet, ka marru punë sistemi me ata dhe nuk duhet më mendojnë. Po bëri diçka tjetër mjaft interesante që shumë shqiptarë që janë larguar nga Shqipëria, që i ka larguar sistemi e kjo që po ndodh, domethënë prej vitesh, flasin më shumë kur ikin jashtë. Flasin për problemet që janë këtu. Pra, deri kur ishin këtu nuk flisin. Kjo është si e shpjegon këtë lloj fenomeni, këtë lloj. Po sepse është ajo, ato tani janë jashtë shtetit, nuk i din këto hallet që kemi ne këtu. Edhe dalim të ajo teoria tjetër pastaj që ai tjetri ti bën llogarit ty. Po, se po shkojmë tani tek ajo. Ku do organizohet parti. Po bëj mecje. Po shkojmë edhe ke parti. Edhe shiko tani, po përdoren të njëjtat çadra që u përdorën në qendër, prapë në qendër. Po jo vetëm ta mbyllim te parantezën që hapa, te pyetjen. Okej. Do kalojmë edhe tek çadrat. Ka qenë ndoli përpara ne. Po kanë element që të prishin të dëmtojnë atë vijën, po. Atë linjën e mesazhit që po jep. Po. Pra, si ka mundësi që këta njerëz reagojnë, pra, ngrenë zërin kur janë jashtë, tani që janë larguar dhe nuk flisin deri dje. Pra janë ata njerëz që kur unë i dal para mikrofon, largohen ose në mos edhe në formën e tyre të reagojnë vetë. Nuk ka nevojë të reagojnë tek unë, por të reagojnë edhe vetë, pra për ato që e shohin si shqetësim. Nuk reaguan deri dje, tani që janë larguar nga Shqipëria, reagojnë. Pse ndodh kjo gjëja? Ndoshta është kështu psikologjike, domethënë se aty tani ata nuk bëjnë pjesë të këtij populli tashmë, nuk janë frika le të themi, pra është ajo që na ka krijuar atë petkun që ne nuk e thym dot. Po tjetë frika tani zukisht në kuptim, sepse ata atje ku janë, kush i prek, kush i cënon. Po s'kan reaguar deri dje këtu që për shkak të frikës. Dhe tani që janë larguar nga Shqipëria, reagojnë. Po, ndoshta nga që ndihen më të sigurt, që nuk i cënon njëri vendin e punës atje. Nuk i cënon vendin e punës, bukën e gojës. Po, siç bëjnë këtu kur vjen ajo puna e zgjedhjeve, që fillojnë të thonë pastaj shikoj se do ta heq mamin dhe babin, po nuk votove. Po. Se kështu i mbajnë. Tani shiko çfarë çadrash janë këto këtu. A janë ato çadrat që pam para ca vitesh, para pak vitesh në qendër ku ishte Covidi, ku gjatë periudhës së pandemisë ku vraksinoheshin njerëzit?
Shiko, po ti shikosh që ke me kështu lloj piramide, ke parasysh? Po, pse ç'a do thotë kjo për ty? Kjo është si ato magjistricat që shikojmë neve te filma vizatimor, që është ajo magjistarja, që ka te kapuçi me majuc ashtu. Sigur janë çadra ritualesh më shumë, sa ti u bën vrasje, po njerëzit i harruan prap këtë gjëra shpejt. Po, ikën se e kemi thënë, edhe ky koncerti mund të jetë element fiks pas asaj që ndodhi me zgjedhjet, është për të bërë pak cirk, pra, me ato që ka ndodhi me skandalin e madh të zgjedhjeve që ndodhin në Shqipëri. Kjo nuk do të thotë që po më intereson, s'më intereson fare për asnjë lloj partie, për asnjë lloj krahu, për asnjë lloj individi, por më intereson për ato se çka shoh vetë si qytetar i këtij vendi dhe se çka po ndodh në këtë realitet. Pra, edhe këto po servirin, po na japin një cirk bukur me këto koncertet, me gjëra interesante, me demek, aktivitete kulturore, zhurma, buk dhe cirk, pra dhe bukun që japin atyre patronazhistëve dhe atyre njerëzve që kanë për krah, që kanë punuar për ta, kanë vjedhur për ta, kanë kërcënuar për ta, kanë bërë gjitha mënyrat, format për të mbajtur në pushtet ata njerëz që janë atje, që bëjnë edhe lojën e tyre, atë teatrin e shpifur që na e shfaqin çdo 4 vite sa ajo që ka zgjedhje, dhe ne të tjerëve që ndoshta kemi një mendim ndryshe, na japin këtë, na servirin që çka ke qenë flet tilla. Çka ke qenë flet se realiteti është tjetër gjë. Është ky koncerti, kjo gjëra kaq e bukur që po ndodh në realitetin shqiptar, por realiteti shqiptar është ajo ku shkon shqiptarët çdo ditë përballen me gjën më bazike, më thjesht, më minimale, qoftë edhe ke furra e bukës që fillojnë numërojnë qindarkat. A i dalin dot qindarkat për të blerë një kafshat bukë apo jo? Dhe sa njerëz janë nga ata që mbajnë nga taksat e masës e gjithë popullit për një vend pune atje, për atë rrogën që marrin dhe punojnë një herë në 4 vite. Kjo është ajo se si e shoh unë, paktën, qofsha gabim. Ashtu ke plot njerëz që ajo që thamë në te emisioni fundit që 1 milion shqiptar jetojnë nën kushtet normale. Po. Janë ata njerëz që mendojnë ato 200 lekshat, ato 300 lekshat që i shikojnë kështu me admirim të madh. Dhe bëjnë ato llogarinë se si do nxjerrin jo muajin, si do nxjerrin javën. Aty kemi arritur, edhe ky tani bën këto spektaklet e noizit, se po afrohemi tani te ajo pjesa ku do bëhet ai spektakli i radhës. Ja pas ka vendos po sjellin ato bokset aty tani ata. Pas kanë sjellën fadronin. Është bërë dhe skema të gjitha, është sheshuar gjithë vendi, është hequr bari, pra është hedhur çakull, rër më burr. Guraleca të vegjël. Imagjinosh sa makina, sa mjete. Pas kanë sjellë dhe banjë këtu çan ato. Po, normalisht. Ka ndërtuar dhe tani projektorët. Domethënë një gjë e madhe po bëhet tani këtu, dhe për çfarë? Për të bërë një shfaqje noizit. E ke parasysh tani ti? Mua kjo më bën të dyshoj që nuk është thjesht shfaqje, por është do e përdorë si sebeb për të vendosur këmbë. Vendosin këmbë aty ata, por ndërkohë neve e bëm atë sheshimin, po e përgatisim atë terrenin. Ja, pa ka vendosur dhe hekrat tani këtu, sigur do futesh në ambasadë. Çadra gjithani. Kjo është masakra e radhës. Pastër. Po ta vësh re, tu nuk ka ngelur asnjë pemë. Edhe gjithë ajo si përfaqe që nëse do të vi ky Adam Port. Adam Port është një nga çfarë DJ-t që luan Afro Music. Aha. Key Music. Është edhe jalla kur kemi edhe Leën. Që ka këtu. Sono mi Adam Port, 31 maj liçeni i Tiranës. Kjo do të jetë gjithë ndarja skema se si do të realizohet, si do të bëhet në parkun e liçenit artificial të Tiranës, ë? Po. Artificial për tashmë po bëhet akoma më artificial se sa është ndërtuar në mënyrën artificiale edhe ky park, domethënë. Imagjino në kohën kur është ndërtuar liçeni, sa njerëz kanë punuar këtu, sa shqiptarë kanë punuar, që kanë mbjell. Madje është edhe një kontribut i vyer edhe kryebashkiaku të Tiranës që kanë mbjell miliona pemë. Po, dhe ai shkreti sot është po vuan heqjen e lirisë në burg. Është në burg dhe është një nga njerëzit noisi, po njeriu krau djathi i tij vjen bën shkatron
pemët që i kanë mbjellë, kupton sa paradoksale. Duket në gjithë situata, gjithë kjo gjë që po ndodh në realitetin tonë shqiptar, pra, krau djathi i tij Noizi, që ka qenë gjithmonë krah i Erion Veliajt, vjen shkatron pemët që ai ka mbjell, Erion Veliaj. Po kur duni mbjellin, kur duni shkatrojnë, varet Allah se si vjen ai urdhri nga lart për të bërë diçka. Noizi është sebepi, nuk është qëllimi. Nuk është se po i plas për Noizën atit. Thjesht e përdor për të bërë këtë gjën këtu, sikur do japi spektakël, po ndërkohë kemi rrafshuar. Ja shivi si kanë gërmuar atë, shivi sa dhe kanë hequr, shiv sa trashësi ka atje. 50 cm, a më shumë, sa jetë, 60-70 cm. E kanë çu grop, e kanë veshur me zhavor sipërfaqen tani këtu. Ja gjithë, kjo është skena tani ku do japin spektakël ata. Ata, se s'kishe vend tjetër, duhesh me prish liqenin. Madhështore është si gjë, është shumë madhështore. Shumë madhështore është, po. Do kënoqen për një, sa do zjasi kjo theti, 3-4 ditë? Jo, kjo është një natë vetëm, është me datë 31 maj, pra, ku i bie më duket të premten, të shtunën, diçka e tillë. Në 31 maj do të jetë ky aktiviteti, ky koncerti Alex, dhe thjesht ku i ka marrë lejen për ta ndërtuar këtë koncertin. Pra gjithë të skenën, gjithë këto punë që po bëhen, se normalisht kërkoj shumë punë, ka marrë leje nga data që ishte dhe leja e afishuar atje. Nga data 15 maj deri me datë 8 që duhet t'i kenë hequr gjitha këto gjërat. Po është, a do mund të vendosen sërish ky dheu që është hequr këtu, ky bari që është hequr këtu, pemët që janë prerë këtu, ky dëmtimi që është bërë se i thonë janë 43.000 metra katror të uzurpuar, të privatizuar dhe po shihet se si po keq përdoret, normalisht. Shive ka shkuar niveli një lloj me atë me podiumin atje, është kush e di sa pllomb i kanë futur mbi tokë atë sipërfaqen ku po ndërtojnë skenën tani këta. E gërmuan apo. A është kjo shenjë domethënë që po do gërmojnë dhe më mbrapa ata për të mbirë këtu, jo pemë, po në një pallat, në një oligarku? Pse e sheh ashtu, Alex? Ne e cekëm edhe pak më parë. Pse e sheh në këtë lloj forme, pra? Që kjo këtu po realizohet, mund ta marrim edhe në këtë formë, që këtu po realizohet një koncert, një aktivitet muzikor. A ta shohim kështu pastër, domethënë nga ana artistike, domethënë. Jo, mund ta shohim si një qytetar i thjeshtë që kalon çdo ditë këtu dhe si bën përshtypje kjo gjë. Po si bën përshtypje se ka marrë punë sistemi me atë, nuk mendon ai më tutje. Përveç asaj që han, pin, i futi vrap këtu të majt trupin në formë, sa ashtu ka thënë doktori. Deri aty i ke ata. Nuk janë nga ata. Por haron të nesërmen që ndoshta këtë vendi këtu ku bën vrap çdo ditë nuk do ta ketë më. Po, pastaj do vrapojnë nëpër këto shokaqet midis pallateve pastaj, se s'do ketë më hapësirë për të marrë ajër të pastër. Nuk e duan më alla, duan ta betonojnë çdo gjë. Edhe gjatë kohës është edhe skena VIP atje, është edhe skena VIP. Aty është skena që do rinë këta VIP-at. Vetëm për VIP-at, Në ajër, do rinë ngrihen pak më lart se sa. Po, kurse ne do kalojmë midis tyre hekrave këtu kur ta bëjmë kështu sikur po futemi në ambasadën angleze me këta këtu. Po, s'lejohet, ne kështu me zigzaqe. Nuk lejohet. Madje janë edhe pagesat janë të larta për të futur për të qenë pjesë e këtij koncerti normalisht. Ja, dhe kjo çadra këtu po ta shikosh, ka të njëjtën formë atë çadrën e vaksinimeve. Ka një kështu një insistim me këtë lloj forme. Shiko, këtej përveç asaj, pra kësaj pjesës tjetër është dëmtuar edhe pjesa tjetër këtu, Po, nuk do bën përshtypje kjo forme e çadrës? Në këtë formë? Si di, le të pyesim gjithë ata që po na ndjekin, i bën përshtypje kjo çadra tamam si kapele duket. Atyre magjistarëve që fluturonin sypër fshesës, që bëshën dhe atë qeshme rënqelse edhe pastaj fluturonin. Çfarë kishin kapelen ato? Po, s'duhet si të vidi për ikë. Kupton? Ju kemi parë dhe nëpër filma këta olla. Po. Nuk e bën një kub për shembull, po jo, do e bëjmë me këtë formën e konës. Do dalim një xhiro këtu nga. Po, ta afrohemi se pas ka çadra të tjera me majuc. Vetëm mos na kapin, na bëjnë edhe një pjesë organizatorëve. Jo, edhe po na kapën ti marrim, do ishte mirë se do bëshim edhe disa pyetje që ndoshta ata do i shmangin, unë besoj. Po normalisht di shmangin se ato pjesa më e madhe e tyre thjesht janë punëtor, janë njerëz thjesht punojnë çdo ditë për të mbijetuar, janë për të zbatuar, jo për të përgjigjur. Pse ti je kundër dhe atyre që thjesht janë punëtor të thjesht, janë punëtor të skenës ose njerëz që merren me ndërtimin e skenës, me ndërtimin e. Jo, ma ato s'kan lidhje, ato janë të pafajshëm. Thjesht morën urdhër atje, ata shqyrë Po jo, edhe ne prapë që të kuptohemi edhe mos keq kuptohemi nga masa, nga gjithë ata që na ndjekin,
nuk është se kemi gjë personale as me Noizin, me asnjë lloj artisti, Sigurisht që jo. me asnjë lloj aktiviteti, madje unë vetë si dashamirës i muzikës, veçanërisht edhe të kësaj lloj muzike, të Afro Music, e pëlqej Adam Portin, Kenya Music e ndjek kudo, koncertet e tyre, muzikët që bëjnë, krijimtarinë e tyre, më pëlqen. Është trend i këtyre viteve të fundit dhe realisht është diçka pozitive dhe për Shqipërinë që i koncerti këtyre përmasave vjen, realizohet dhe vinë këta njerëz, që janë ndërkombëtar, janë botror, janë hyje botror, që kudo shkojnë nëpër vende shumë të njohura, vinë edhe në Tiranë, Shqipëri. Kjo është diçka shumë pozitive. Shkatërrojnë liçenin. Por, ajo që ne flasim për, le themi, për gjën më të rëndësishme të këtij qyteti, të kryeqytetit të Shqipërisë, kryeqytetit të Tek Tirana më bërë. Tek Tirana. Kjo është ajo mushkëria, realisht është mushkëria. Po. Është i vetmi vend që ka pemë, aq sa ka. Se normalisht është edhe ajo që po thoshin që fillimet, që po dëmtohet herë pas here. Liçeni po ja afrohen gjithë këto ndërtesat që po bëhen, po afrohen liçeni, po futet brenda në liçen. Dhe ky koncert po realizohet në territorin e parkut të liçenit artificial Tiranës, ku është zaptuar, privatizuar për një muaj 42-43.000 metra katror. Si fillim. Pra është edhe ajo që thot Aleksi që e çon në mënyrë hipotetike, por duke mbështetur në ato siç ka ndodhur në raste të tjera ndër vite që pas një uzurpimi, pas një privatizimi për një kohë caktuar, siç është edhe rasti përkohësishëm për një muaj siç po ndodh me këtë, është transferuar pra në një uzurpim tjetër. Por e thon nga pallatet, të burgjithan në pallate, më shqipe. Ai është i ri tani atje. Qa do i pengoj ata që të kalojnë edhe këtu të fillojnë ndërtojnë? Do më thush ti mu thjesht për të bërë një shfaqje, për të dhënë një spektakël muzikor. Po jo valla, do t'je shumë naiv që ta pranosh këtë gjë. Aty do më bine i pallat dhe i Gradacel aty, se ashtu ka menduar ai Xhaxhi Peshkaqeni i Pangopur atje, se ata është sa të vëjnë syrin. Po të vurën syrin, e dinë ato se kanë aq leksa të. Si ka mundësi që është kjo mania për të shkatruar gjithmonë ato gjëra që janë më me interes të qytetarëve. Një pakice është interesi, jo për ne, se neve gjithmonë kraun aty. Jo, kjo që është në interesin tonë, parku pra, ose liçeni. Po. Këto gjithmonë, këto pika marrin, këto pika preferojnë për t'i dëmtuar dhe shkatruar, ose privatizuar. Por e disa do shkoj këtu pastaj ajo apartamenti hyr metri, Aty do shkoj, ja, vetëm aty te ato faqet aty ku u mbulun me pallate, aty më duket sa më tha njëri mua që është 2500 euro metri katror. Sa ka për të shku këtu që është akoma më afër me liçenin, me atë llumin aty. Aty ka për të shku 4500 edhe. Imagjino, e kanë bërë liçenin, e kanë kthyr në llum dhe shesin pastaj 3500-4000 euro metri katror. Për të blej një hyrje ti atje se do jesh afër me ajrin e pastër, me edhe ato aty do zbrazen këto urat e zeza të këtyre që do ndërtohen këtu. E di çka për të bëhet, do kthehet, do bëhet një zi fare, s'ke për të pa marrë osak aty te liçeni. Ose do ngordhin sapo takojnë aty komët. Unë e shikoj si sebeb të shumë, nuk është... E shes si sebeb më shumë, no? Është pastër sebeb. Kje sa të vendosin këmbësht. Po vendosën këmbën e parë, siç bëjnë disa paralelizime me disa kështu tregime vizatimore, po vendosën këmbën e parë, e ketë sigur dhe këmbën e dytë, edhe paskaj ka vazhdim pastaj. Nuk i ndalon dot as edhe një gjë. Unë do doja t'i rikthesh edhe një herë gjithë atyre që na ndjekin, si e shohin, pra si ndoshta ne jemi duke fol kot. Jo se ne s'kemi besim tek vetja, por nuk duam të kalojmë edhe në nivelin e delirit edhe dukemi sikur po flasim bosh, por paktën kemi një shqetësim tonin si njerëz të këtij vendi, njerëz që frymojmë në këtë vend, në këtë qytet siç është Tirana dhe jemi njerëz që e frekuentojmë. Aleksi ka një lidhje pak më të fortë për shkak se është rritur vetë në këtë zonë, ka kuptime të tjera, por si Aleksi janë të shumë njerëz që janë të moshave të ndryshme sot dhe shohin këtë gjë. Pra, shiheni një herë si e gjykoni ju, si e arsyetoni, si e shihni gjithë këtë që po ndodh. Merrni parasysh edhe këtë këndvështrim. Po, se ndoshta ne po ja fusim kot, por duke lidh me atë se çka ka ndodhur. Dhe në rastet e tjera, unë paktën i qëndroj, ashtu mendoj edhe Aleksi,
aq po e dëgjova, Shenja tregojnë? tregojnë që kjo po shkon drejt një shkatrimi. Po. Pra, të zonës dhe nesër ne do të themi që do të hiqet dhe nga harta, do të hiqet dhe në vende të ndryshme, s'do të ketë më liçen, nuk do të ketë më Po. nuk do të ekzistojë më kjo. Thjesht do të jetë në Që sa pemë kanë hequr këtu që të rafshojë gjithë Po, këtë se kjo nuk është logjike. E pra nuk ka mundësi që gjë kjo hapësirë këtu të ketë qenë pa pemë, ha? Të ketë qenë pa Po, edhe nuk po këta them gjithën të ketë qenë një vend i dendur me shumë pemë, por realisht ka pasur, si ne kudo që të vish për qark Edhe kësaj s'kisha zone, as për rreth pemë kësaj tu, në zone. këtë sipërfaqe këtu mos kishte 2, 3, 4, Po, 5 pemë. po. Janë shkullur. Janë shkullur sepse duan të ngulin pallate. Kjo është çështja. Siç ishte ai tjetri, thoshte vërtet un po mbjell 1000 pemë në javë, por nuk na thoshte se sa pallatet e tjera mbinin pa pritur në Çfarë mbjellësh më shumë pallate për pemë? Ja, ajo pjesa nuk thuash ajo, se ai thoshte, si thoshte dikur ai, jo betonizimit të liçenit. Po. Atë keqen. E ka bë ato me ato lojrat atje, betoni ke ato atje, që lyn kalamojt. Po nuk vazhduan më tute, nuk e di çfarë pati, po më duket se e ka ngalu nga ky krau tjetër tani për ta bërë atë ëndrrën që ula për gjys atëherë. Ëndër. Po. Ëndër. Po edhe këngët ka lënë mesazhe, po nuk e kap njëri. Don, këtë po bëj. Mor Alex, ç'a bëj shumë, ha? Jemi rëndë, valla, jemi rëndë. Ne të dy jemi shumë rëndë. Ne jemi shumë keq. Po pra zgjohemi keq për herën. Jemi shumë, nuk e di pse shohim botën, po jo për që na jep edhe Zoti, na jep shenja valla. Ja, po na jep, është gri e gjithë situata, është gri. Po. Ne e shohim shumë zezë, jo vetëm gri, por e gria është për ju që të mundoheni ta kuptoni për ata për pjesën tjetër që ndoshta nuk afrohen me ne, që e shohin kaq bukur. Realisht ne duam bukurën. Jemi njerëz që kuptojmë, e shijojmë artin dhe duam ta përqafojmë më shumë artin. Por edhe këta e duan të bukurën, po e duan për ta shitur. Kupton kush është ndryshimi? Ne jemi emocional, kurse ato nisen gjithmonë nga materia. Do e shesun të bukurën që është e të gjithëve, po unë do e privatizoj si çakall, si peshkaqen që jam, se s'ka kush të ndaloj, e do ja shes dikujt që e duan ato të bukur. Po gjithmonë leku është në mes. Nuk ecin kështu ata me atë thjeshtësinë tonë që bën një xhiro nga liçeni sepse aty ka gjelbrim, është ajri më i pastër. Ato ecin nga që ka gjelbrim dhe është ajri i pastër, dhe mbim një pallat në aty e ta shesin për flori atë, që neve të pasurohemi më shumë. Na shporin e tjerët, na shporin masë. Si plas fare me të tjerët, neve na shohin si kuleta ato, na shohin si llogari bankare. Na shtrydhin sepse jemi kapitalizëm pra. Është kapitalizëm ky. Ajo që tha Xhaxhi atëre, kapitalizmi do ju shtrydhë si limoni e do ju flakin te koshi plerave. Ajo po ndodh tani këtu. Po na shtrydhin nga lekët, po na shesin vetë natyrën që ne i ka fal Zoti, që për jo vetëm po shesin, por edhe po e transformojmë, po e shkatrojmë, po nuk po lënë natyrë fare, pra po e betonizojnë, po e bëjnë shumë artificiale se ç'është. Ajo është, po ashtu funksionon ajo. Ashtu shkon. Ja, po të shikosh. Imagjinon, në liçen ti nuk e kalon në këtë zonë, tu nuk gjoni cicerim zogj. Do të futesh në thellë. Po, edhe thellë nuk e si pra nuk e në përmasat e asaj se çka duhet kishte. Po, normalisht. Pra, edhe në liçen ti nuk shesh, dy breshka që edhe ato po japin shpirt si shteti. Pra nuk ke gjallësa, pra. Ito jo vetëm që po shkatrojnë humanët njerëzor, por po shkatrojnë edhe pjesën tjetër që është pjesë e këtij zinxhiri të jetës. Ja, për shembull, nga që më pyete për dikur, unë mbaj mend kur isha i vogël atje ne dilshim me çifte. Tu s'ka zgjatur për më. Po që, tani aty dilshim me enkasteve me varg, edhe ishte njëri që i jepte varg. Kur i tremen nga to Alex. Po ka kuptuar dhe ai se s'është aq bullalla por edhe. Ky s'është më ambient për të jetuar unë thotë. Edhe transferohet. Edhe bën gjithë ato rruga ai duke u zgjuar. Ça ishte në kohën që të kujtova pra? Edhe njëri mbante çifte atje me saçme, edhe i dilshin për të gjutur për bajza. Jo vajza, për bajza me b. Edhe ishin kështu ato, zogj, po ishin zogj të mëdhenj, edhe rrifishin kollaj ato kur do t'i pastroje. Ato kishin super mish. Ashtu shkoj tani, po haj në një bajzë. Sa herë që dilshim kapshin ja 7-8 bashk nga ato. Tani vurare që po bëshim të xhiro. Nuk pash asnjë më dha. Asnjë sa për shans. Vetëm ishin ato rosakët. Jena pa shans. Ishin vetëm ato rosakët atje që e pe dhe ata po mendoshin të futeshin apo jo, por ishin aty te ajo bordura. Sepse edhe ato e dinë se çfarë është natyrshmja. Po në botë, ndodh kjo si kam qesh parë që e mendoj, domethënë se mos ndodh kjo gjëra që shohim ne këtu. Pra
ky lloj shkatrimi, ky lloj papërgjegjshmërie, pa Jo, se besoj këtë, të jenë kaq barbarizëm. kafshatar, ka kuptim, edhe ti shkelin të gjitha, domethënë vetëm për përfitime monetare, që pasurohet një pjesë e vogël, edhe nuk i ruhet fare për pjesën e madhe, nuk ndodhi ashtërit kjo. Njerëz që kanë qenë në Hollandë dhe Gjermani kanë thënë që aty është plot me parqe. Aty është plot me parqe, nuk i prek njeri ato. Domethënë japin mundësinë ata që njeriu të shkojë atje të marrë pak arë të pastër. Po, rri tani se do të thon pastaj për atë siç ka thënë herën tjetër që kanë ardhur ata ngjatër, kanë dalë, do na vrasin, do na përdhunojnë, do na bëjnë, do dalin siç ka mbullu komenti që thanë që ore edhe në Suedi ndodh kjo, edhe në Francë ndodh kjo gjëja. Po edhe në Greqi e konfirmuan plot këtë gjë. Ata që s'e kanë kaluar, që s'e kanë parë, s'e kanë dëgjuar. Mos u bit kaq shumë, ç'a ke? Është diçka krejt normale. Po, e paraqeset sigurisht ashtu, normale. Do e shohin edhe atë pjesë ata. Se pa pritur, se kalim të tjetër tani. Ato pa pritur u arratisën 2. Po si u arratisën 2, nëse pastaj do arratisën 3. Pastaj arratisën 16 pastaj. Do të thotë do shtohet ajo shifra atje, pa pritur do shikosh ti tufa nëpër lagje, poshtë pallatit, që kesh frikë të dalësh me ble bukë. Pra kjo është pjesa që është pas liçenit, që Aleksi thotë kjo nuk ka ekzistuar para disa vitesh. Po. Dhe kjo është pjesa e liçenit. Që rrethohet liçeni. Rrethohet liçeni. Aleks, po them ai ta bëjmë mbyllje këtu, ta kemi edhe si përkujtim se ndoshta nuk e kemi më nesër. Afro që ta bëjmë mbyllje këtu, që ta kemi si përkujtim, si foto që se mund të mbi po mund mbi një pallat në diçka, një grattaciele më edhe këtu. Shikoni si është edhe si do mund jetë të pasa vitesh, edhe na thoni pastaj. Ju që komentoni sot që thoni ore këto janë mirë. Nesër uroj që të na kujtoni për mirë dhe ore qofshim gabime. Do doja shumë që të jemi gabim në ato se çka themi. Ne e bëm tonën. Po, ju boni tuaj. E ngritim shqetësimin. Ju përshëndesim, uroj që të jeni mirë dhe merrni pjesë në sa më shumë aktivitete kulturore, artistike, muzikore dhe t'i shijoni ato gjëra që realisht ju servirin, të kënaqeni dhe të shkruani flokët të duar trokisti nga ky art, se si i thon ato, s'po më vjen edhe fjala, kështu që herë tjetër. Unë për veti kam shkullur, ja s'ka ngel asnjë, pothuajse, për këtë arsye. Ju pashim. Ciao.